gjatë këtyre javëve të parlamentit, çfarë u provua? U provua se për t'i mohua fjalën opozitës, ata ishin të gatshëm të sakrifikojnë parlamentin. Ishin të gatshëm de facto të asgjësojnë parlamentin dhe parlamentarizmin. Nuk ishte ndodhur kur kjo. Jo. Kjo është herë e parë. Se si mundet të pranosh kryeministër të votosh programin 4 vjeçar dhe kabinetin për 28 minuta, tregon se je një pasardhës besnik i Enver Hoxhës, një bastard i Kim Jong-unit apo Gaddafit. Se kush në botë një akt të ti, jo Enver Hoxha se bonte dot, se s'kish nevojë se po. Por këta që kanë, se si mundet ta e bën ata. Kërkuam të ushtrojmë të drejtë e komisioneve hetimore. Mision kryesor i opozitës, kontrolli. Kaq ka opozita, opozita ndoj kontrollin, po, e ka mision, kryesor. Ajo opozit që nuk bën kontroll, ajo nuk është opozit. Ajo është pseudo opozit, kulmoj me refuzimin e 2 komisioneve hetimore parlamentare të një rëndësie themelore për shoqërinë shqiptare. Të një rëndësie themelore për shoqërinë shqiptare. Jo vetëm për opozitën. Me gonigal, zgjedhjet e 11 majit, jo nga ne, por nga vëzhguesit ndërkombëtar, u damkosën në mënyrën më përfundimtare, më të fuqishme, si farsë elektorale. Doli raporti përfundimtar, asnjë socialist nuk ka guxuar të shprehet, të thotë gjysmë fjale për te. Ne jemi zotur, me 100 herë para tyre, se do mbrojmë votën. Por mënyra e mbrojtjes votë nuk është me automatik. As me guerile, mënyra e mbrojtjes votë është kjo që bëmë. Ne u përpoqem të ndjekim çdo votë sa mundem, si u respektua, si u hodh, si ndodhi. Dhe ne kemi tani, ju them ju, mbi 2000 dokumenta. Mbi 2000 dokumenta. Dhe duhem t'ja u paraqesim shqiptarve. Ky thot qepeni. Se jam unë këtu, nuk ju lejoj. Pra, edhe na vjedh votën, edhe nuk na lejon, dhe nuk na lejon të bëjmë transparencën, të bëjmë detyrën tonë.